Në një deklaratë që ngre shumë pikë pyetje mbi zhvillimet politike të ditëve në vijim, analisti Astrid Gashi ka zbuluar informacione të reja rreth mundësisë për zgjidhjen e ngërçit politik në Kosovë, duke lënë të kuptohet se një marrëveshje për konstituimin e institucioneve është shumë afër. Sipas Gashit, qëndrimi i heshtur i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, karshi fituesit të zgjedhjeve lëvizjes vetëvendosje, nuk është ndihmues dhe krijon pasiguri në skenën politike. Sot fituesit e zgjedhjeve, Shtetet e Bashkuara të Amerikës me faktin që po rrinë të heshtura të paktën nuk po ja ndihmojnë, e kjo tash, a është e mira e keqe le ta gjykojë secili. Unë mendoj që kjo është më pak më keq për Albin Kurtin se sa që ai kishte dashur me qenë. Gashi përmendi mundësinë që amerikanët të jenë duke punuar në prapasken me aktorë të tjerë politik. Ndoshta amerikanët janë duke punuar me dikë tjetër, por nuk janë duke hyrë direkt. Mëtej zbuloi se disponon informacione konfidenciale të cilat edhe pse nuk janë tërësisht të verifikuara, flasim për një zhvillim të rëndësishëm në fillim të javës ardhshme. Kam disa informata që nuk e di se sa janë të besueshme, por që javën e ardhshme mundet me pas ndonjë takim te presidentja, mund të ketë tentim nga njëra prej shteteve mike që ka hequr dorë nga ideja për një qeveri normale dhe do të kërkoj formimin e një qeverie të përkohshme që do të konstituonte kuvendin dhe do të miratonte marrëveshjet me Bashkimin Evropian dhe do të caktonte një datë për zgjedhje. Por ajo që jep më shumë peshë këtyre zërave është pohimi që sipas Gashit vjen nga burimet e afërta me Partinë Nisma. Ka zyrtar të Nismas që po u thonë miqve të mi gazetar se të mërkurën kryet kjo punë. Zgjidhet kryetari i kuvendit, ka thënë ndër të tjera ai.